Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në studio kemi një njeri që na mësojnë si të gjejmë qetësinë në mes të kaosit të përditshëm. Ai është trajner jogash. Alban, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam, që të na japësh pak këshilla për qetësinë, duke qenë se së fundmi të gjithë, jo vetëm unë, jemi shumë të stresuar, shumë të angazhuar dhe nuk dim realisht se si ta gjejmë qetësinë në veten tonë në radhë të parë. Çfarë përmban yoga? Çfarë është konkretisht yoga? Yoga është një shkencë shumë e gjerë holistike që e kap njeriu nga të gjitha aspektet. Çfarë në kupton kjo? Njeriu është një qenie shumë dimensionale. Nuk është as qenie psikologjike, as fizike, as kimike. Është një qenie bioenergjike shumë dimensionale. Dhe duke kuptuar këtë koncept, ne futemi thellë në psiqikën e njeriut, të kuptojmë si është njeriu dhe yoga fillon dhe i kap këto gjëra një nga një, duke filluar që nga shqisat, që nga ndjesit, që nga frymarrja, që nga mendja, domethënë fillon studion mendjen, që nga trupi, domethënë fillon punon me trupin në mënyrë që trupi të krijohet një trup i fortë, fleksibël dhe mendja automatikisht reflekton këtë trup. Pra janë të lidhura. Si nisi rrugtimi juaj në yoga? Rrugtimi në yoga ka nisur nga kureshtja, duke parë një mjeshtër që fliste për një dimension që quhet intuita e lartë ose syri i tretë. Dhe unë si natyrë kurioze që jam, fillova ta kërkoj pak dhe kuptova që ne, kjo ka ndodhur shumë herët, kuptova që ne nuk jemi thjesht kjo që mendojmë se jemi ose ajo që mendojnë të tjerët ose shoqëria që jemi. Dhe aty fillon rrugëtimi i brendshëm i eksplorimit. E kuptoj. Çfarë të shtyu drejt kësaj disipline? Vullneti dhe dëshira për të qenë më i gjallë. Duke, nëse shikojmë historikun tim, unë kam qenë një person që jam marrë me sporte dhe me arte. Dhe kjo tregon që unë kam dëshirë të jemi gjallë dhe yoga është një mënyrë për ta bërë njeriu të gjallë. Pra ti fillon bëhesh i gjallë jo në aspektin, jo në koncept as në psikologji. Ne mund të themi shumë gjëra këtu, po ti tani e ndjen trupin tënd të gjallë? Po. Çoj vëmendjen te trupi jot dhe mos e shkëput nga trupi jot. Dhe të shikosh për disa sekonda do ndihesh akoma më e gjallë. Dhe kjo është një praktik e gjallë. Në Shqipëri ne mendojmë se jogat janë vetëm për femrat. A ka meshkuj që vinë bën yoga apo është akoma tabu? Ka meshkuj që vinë bën yoga, por diferenca është femrat janë 70% dhe meshkujt janë 30% ende. Pse? Sepse femra nga natyra është e pajisur me disa antena që ja ka dhënë dhurat Perëndia, sepse ka femininën dhe feminina është nga natyra intuitive. Dhe femra i kap më thjesht gjërat, frekuencat e larta, gjërat që më bëjnë mirë mua, transformimin tim. Kurse mashkulli duhet të duhet të punoj me veten më shumë që të arri t'i hapi këto antena. Dhe kemi dhe pjesën tjetër që mashkulli ka dhe një qikat e egon që kujton sikur i di të gjitha. Edhe nxjerr konkluzione shumë të shpejta. Cili ka qenë paragjykimi më i shpeshtë që ke marrë? Paragjykimi më i shpeshtë është se njerëzit nxjerrin konkluzion duke mos patur eksperiencën. Që a bën mu s'më bën punë yoga, a kam bërë yoga po s'më bën punë. Unë se di ç'është meditimi, s'besoj te meditimi. Pra ja koncepte që pa e ditur se çfarë është, ti ke nxjerrë një konkluzion. Dhe ky konkluzion e di pse vjen. Pse? Sepse ti jeton në mendje. Kur njeriu jeton vetëm në mendje dhe nuk ka përjetuar diçka përveç mendjes, diçka më të thellë, si për shembull? Si për shembull është gjendja meditative.
Që do të thotë? Që do të thotë është një gjendje që ti ndihesh plotësisht i gjallë, prezent, dhe mendimet e tua, mendja jote është diçka tjetër. Është diçka që të përket ty, por nuk të komandon ty, nuk është bota jote. Nuk është gjithë bota jote e varur te mendimi. Dhe fatkeqësisht ne jemi të kufizuar te mendimet tona dhe kujtojmë sikur jemi dhe këto mendime na gjykojnë, na paragjykojnë dhe komandojnë gjithë strukturën tonë jetësore. Jetojmë me që përmendëm meditimin. Meditimi ka lidhje me jogën, no? Yoga pa meditim nuk është yoga. Është gjimnastik. Okej. Duhet ta ndajmë pak këtë, se ka shumë që e nxjerrin jogën si tren. Ta sqarojmë pra për të gjithë. Po. Kujtojnë sikur kjo është yoga, duke bërë disa postura, ajo është thjesht një parapregatitje. Yoga reale e thellë, do disiplinë, do të bësh teknika frymarrje, që të rrisësh energjinë që quhet prana, energjia jetësore në trupin tënd. Se gjëja e parë që unë bëj me njerëzit është t'i zgjoj dhe t'i rris energjinë në trupin e vet. Si zgjon? Pra duke punuar me trupin fizik, duke punuar me frymarrjet, me relaksimin, me përqendrimin dhe me rritjen e energjisë. Gjitha këto janë punë që kanë konceptin e tyre dhe fillojnë të formohet personi dhe fillon zgjohet, aty quhet ai zgjimi. Zgjimi nuk është një koncept mendor, prap, është një koncept real. Është një moment real. Pra, nëse unë do ta krahasoja zgjimin, nëse ti përballesh në 100 sekondës, nëse je përballë një elefanti dhe një elefant vjen përballë teje, si do ndihesh? A do ndihesh 100% on? Pra, aty është dhe yoga atë qëllim ka, që të bëj që ti të jesh 100% on, me të gjitha shqisat aktive. Jetojmë në një kohë kur jemi super të ngarkuar, ashtu siç e thash më parë, ku dhe të gjithë njerëzit kanë pothuajse të gjithë kanë ankth, vuaj nga ankthi. Sa të ndihmon realisht yoga për të dalë nga kjo gjendje? Po pikërisht këtë bën yoga, ndan çapin nga sheqeri. Të thotë ty që ti për 5 minuta, ti o rob që ke ankthin, që ke stresin, ulu 5 minuta se nuk pëson gjë dhe fillo vrojto frymarrjen tënde. Fillo vrojto trupin tënd, çoje vëmendjen tënde te gjuri, çoje te këmba. Çfarë bëhet në këtë moment? Kur mendja nuk mund të shkojë në 100 vende në të njëjtën kohë. Do shkojë te gjuri dhe në momentin që mendja shkon te gjuri, ndërpritet ajo gjurma e stresit ose ankthi, se ankthi çfarë është një gjë që xhiron energjetikisht në trurin ton dhe përsëritet, diçka që nuk e pranojmë. Çfarë bëjmë ne kur çojmë vëmendjen te gjuri, te fryma? Ne e shkëpusim këtë pattern dhe aty krijojmë lidhje me realitetin që është tani. Dhe në momentin që është tani, nëse unë nuk krijoj iluzionin në mendjen time, nuk ka stres as ankth, është iluzion. Për ato që futen për herë të parë, do të thonë nisin për herë të parë të bëjnë yoga, njëkohësisht dhe meditimin, ashtu siç e the edhe ti, janë të lidhura me njëra tjetrën. Çfarë janë gabimet më të shpeshta që bëjnë dhe cili është ai gabim që nuk duhet të bërë? Gabimet më të shpeshta janë ta krahasojnë veten e tyre me dikë person tjetër, duke parë të gjithë kemi kapacitet fizik, mendor, energjetik të ndryshëm. Krahasimi. O se bëj dotun, se e bën ajo, o nuk vi dotun. Domethënë është ky pjesa e krahasimit një. Pjesa e dytë është që kur fillon punon me veten, dalin dhe në sipërfaqe, në fillim dalin disa gjëra, disa trauma, se ato dalin për të pastruar. Në momentin që ti çon vëmendjen te vetja jote dhe nuk e kthen gishtin jashtë, do të thotë që ti po shikon veten tënde dhe duke parë veten tënde ti fillon shikon dhe të shtrendat e tua. Fillon shikon dhe traumat, fillon shikon ato impresionet e ngarkuara nga fëmia i brendshëm, që janë energjetikisht të ngarkuara, që presin të shpërthejnë, dhe kur një person fillon yoga, ato fillon dalin në pa. Dhe gabimi më i madh është kur persona fillojnë të dorëzohen që në fillim. Dhe nuk e ndërmarrin këtë rrugtim. Të ka ndodhur ty që të dorëzohen? Shumë herë. Edhe unë jam dorëzuar ka pasur periudha. Por jam rikthyer, kam vazhduar. Të marrim një rast konkret. Unë kam shumë fobi thikën. Thikën. Yes. Do me thënë ose ka dhe njërës që kanë frikë lartësit. Po. Kjo do të thotë që unë kam traumë këtë dhe si më ndihmon yoga që unë mos të kem frikë të përballem me realitetin që dëgjoj thika pavarësisht unë mund ta kem në dorë, nuk më jep asnjë lloj rreziku.
Ose nëse unë jam në balkon, mendja ime më thotë që unë më tërheq. Ka njerëz që kanë fobi dhe nga pulat. Kanë tmerr. Unë nga macja kam fobi për shembull. Këto fobi është një diçka që zgjidhet shumë thjesht, me një hipnozë, me një meditim, me disa praktikat e energjisë psikologjike mund të zgjidhen sepse është një eksperiencë traumatike që ti e ke krijuar në vitet e fëminisë. Jo, unë nuk kam pas asnjë. Atëherë nëse nuk e ke pasur në vitet e fëminisë, do duhet besosh konceptin e jetëve të kaluara. Okej? Që do të thotë? Që do të thotë shpirti nuk vdes kurrë, sipas traditave vedike dhe pothuajse gjithave kulturave spirituale, ne nuk vdesim, shpirti jon rimishërohet gjithmonë, vjen dhe ikën, domethënë në momentin që trupi jon përfundon ciklin e vet, shpirti dhe gjitha virtytet që ne kemi krijuar, por edhe gjitha të shtrënta që kemi për të punuar, ikin. Qëndrojnë për një periudhë në një hapësirë kohë, dimension tjetër dhe pastaj gjejnë rimishërohen në një hapësirë dhe kohë të përshtatshme për evoluimin e tyre më të mirë. Pra ky është koncepti i rimishërimeve. Dhe ne kemi një thes me gjëra nga jetë kaluara që vijnë për t'i punuar në këtë jetë. Dhe kur përballemi me frikra të tilla, do të thotë që ka diçka që ka ndodhur në të kaluarën ose në jetën e kaluar që duhet punohet. Ka mundësi ti është vrarë me thikë në një jetë kaluar, të ke vrarë. Ose ke qenë luftëtar ose luftëtare dhe do me thënë kjo ka të bëj me jetën e kaluar, në qoftë se nëse ti nuk nuk e ke është nga traumë. vitet e fëmijës, po. Po. Po më çudit. Nuk është diçka e re kjo që po them unë. Jo, unë për herë të parë po e dëgjoj dhe nuk po e perceptoj akoma mirë, do më duhet kohë. Sot shohim shumë foto estetike në rrjetet sociale me poza të vështira yoga. Po. Edhe është e vërtet? Po, është e vërtet. Apo jo? Më thuaj nëse e kam gabim. Jo, është e vërtet. Okej, sa dëmton kjo fasad thelbin e vërtet të jogës? Kush do e shikon thelbin? Unë do të thoja që kjo pjesë fizike ose kapaciteti për të bërë disa postura shumë të vështira, është unë do të thoja është bonusi, është pjesa bonus. Domethënë nëse kemi një qendër, kjo është pjesa eksteriore, domethënë është pjesa e jashtme dhe nuk është thelbi i jogës. Pra thelbi i jogës është eksperienca, është shërimi, është vedia, është lumturia. Pastaj këto është si puna e 1+1+1 dhurat. Pra këto janë dhurata që t'jepen në aspektin fizik, sepse krijohet nëse ti jeton shëndetshëm me yoga, trupi jot ndalon, domethënë plaket shumë ngadalë. Dhe ti fillon ke energji, kam parë njerëz që kanë qenë mjeshtra nga 100 e ca vjeç dhe bënin ushtrime që nuk i bëjnë dot 20 vjeçar. Kuptoj, do me thënë yoga të jep shumë benefitet e tjera, ashtu siç fizike, Po. nga shëndeti mendor. Pastaj ka dhe pjesë që cila të rezonon ty. Ka njerëz që duan të merren me konceptin psikologjik të jogës, të punojnë me mendjen, të studiojnë mendjen. Ka njerëz që duan të punojnë me energjinë. Ka njerëz që duan të punojnë me dorëzimin, me adhurimin, ose adhurimi i Zotit. Po mund ta quajmë dhe feja. Feja nga kjo ka ardhur, po e ke kuptuar tani. Cila fe konkretisht? Të gjitha fet i ka rrënjët e adhurimi i inteligjencës synore, por në momentin që u ndan u bën sekte dhe krijohet identiteti, aty është iluzioni më i madh se ti kujton sikur Zoti jot është i vërtetë e ati tjetër nuk është, dhe Zoti do të dënojë nëse bën mëkat, ndërkohë koncepti i adhurimit është që ti të dorëzosh mendjen. Dhe kur mendja dorëzohet, ti lidhesh me një inteligjencë superiore. Aty është koncepti i fesë reale. Që ti të dorëzosh egon tënde. Dhe kur ti dorëzon egon e a lë Zotit, po jo të dorëzohesh me fjalë, të dorëzohesh me shpirt. Dhe kjo është një nga jogat më të larta. Tani përpara se të kalojmë në pjesën ku na mësosh pak si të bëjmë ndonjë jogë ose një pjesë të meditimit. Po, patjetër. Kam një rubrik me pyetje të shpejta që do zgjedhësh pa u menduar shumë brenda 3 sekondave do përgjigjesh. Okej. Nisim. Yoga në mëngjes apo meditim në darkë? Yoga në mëngjes, meditim në darkë, të dyja bashkë. Deti apo mali për të praktikuar? Mali 1, deti 2. Muzikë relaksuese në sfond apo qetësi totale?
Kombinimi të dyjave. Fleksibiliteti i trupit apo qetësia e mendjes? Qetësia e mendjes vjen nga rezultati i trupit, puna me trupin. Detoks me lëngje apo një vakt i mirë i ngrohtë? Nuk ka njeriu nevojë për shumë detokse nëse ha shëndetshëm dhe praktikon rregullisht. Pozicioni me ulur kryq apo shtrirë? Ulur kryq kur ke energji, kur ke nevojë për relaksim shtrirë. Jeta aktive në rrjetet sociale apo jetë private pa zhurmë? 70% jetë private, 30% të rrjetet sociale për të dhënë kontribut. Ankthi largohet me frymëmarrje apo me vrap? Me frymëmarrje. Yoga në grup apo praktik vetëm? Në grup dhe praktik vetëm. Albani i qetë 24/7 apo një mësues joge nxehet ndonjëherë? Nxehem ndonjëherë dhe ndonjëherë bëj sikur nxehem. Tani është koha e jogave. Okej. Atëherë çojmë dorën e djathtë e barku, kërthiza, dorën e majtë e krahërori, mbyllim syt. Dhe ndjejmë trupin ton që është aty real dhe nuk e largojmë vëmendjen nga trupi. Fillojmë të ndjejmë lëvizjen e frymëmarrjes. Tani fillojmë frymëmarrjen e shtym poshtë e barku dhe ndjejmë barkun që ngjitet lart dhe zbret poshtë. Bëjmë pak më të thellë. Pak më të ngadalt. E ndjejmë barkun që ekspandohet. Dhe njëkohësisht me frymëzjerjen relaksojmë çdo muskull, çdo pjesë të trupit. Kjo quhet frymëmarrja abdominale ose frymëmarrja e bebes që na nxjerr nga sistemi simpatik nervor, nga ankthi, dhe na çon në një gjendje relaksimi. Tani do kalojmë tek pjesa e dytë. Ti hapim syt? Jo, nuk është nevoja, duke mbushur barkun, fillojmë mbushim dhe krahërorin. Kjo quhet frymëmarrja e plotë që do na karikojë me më shumë energji. Mbajmë. Nxorë. Ndjejmë dhe çirojmë. Sepse nuk I kem mësuar mushkrit, të duket shumë. E mbajmë, ndjejmë, që jemi këtu. Let it go. Unë veç po ndjej sikur po më merret fryma. E pra. Do më bjeri të fikt. Se si e mësuar, se tani fillon rritet energjia në trupit tënd. Zakonisht fillestarët u merren pak mend. Sepse ne kemi një sasi shumë të madhe oksigjeni që kalon në kapilare dhe në gjak. Dhe kur kjo ndodh, truri nuk e përballon dot në fillim, po kur mësohesh, ajo dizziness që quhet kthehet në qartësi dhe në energji. Po meditimi. Meditimi ndodh pasi bëhet kjo praktik ose disa praktika të tjera, ti rri qet dhe fillon vrojton frymëmarrjen tënde ose trupin tënd, ose çon vëmendjen tënde në pjesë të trupit, ose thot një mandra. Mandra është një tingull që ti e përsërit dhe ai tingull I çfarë bën, I jep drejtim mendjes tënde, se mendja jote është përqendruar. I thot kri këtu. Ti si ekspert që je, mendja ime si është tani? Ti tani e qetësuar goxha. O? Po. Po ndikohesh nga prezenca ime. Nga energjitë tuaja. Nga të gjithë njerëzit ndikohesh. Ke vënë re kur vende shkon dhe rri me njerëz negativ dhe direkt të kap energjia. Edhe njëjta gjë edhe me qetësinë, me energjinë pozitive. Nuk jemi të lidhur në çdo aspekt. Pra, çdo gjë që ti bën me veten tënde ka një rezultat jashtë në shoqëri. Prandaj shëntorët e mëdhenj thonë që be happy is the highest yoga. Domethënë, po ti je I lumtur është yoga më e lartë sepse ti rezonon energji pozitive dhe ajo energji pozitive prek njerëzit rreth e rrotull. Dhe afekton shoqërinë pozitivisht. A ka kontribut më të mirë se të gjithë nxjerrin vrerë në këtë shoqëri. Edhe ti që bën meditim me yoga. Çfarë? Nxjerr vrerë? Unë nuk nxjerr vrerë. Unë bëj kritika të shëndetshme. Po të shikosh në videot e mia në rrjetet sociale, nxjerr të vërteta. Çfarë kritike të shëndetshme do më bëje mua? Kritik të shëndetshme ty. Një kritikë e shëndetshme do të ishte që ta çoje vëmendjen ta drejtoje te zemra jote, te vetja jote. Në momentin që ti shikon veten tënde, ndihesh aq bukur dhe njerëzit e tjerë duken të bukur. Po të shikosh veten tënde gabime, do shikosh gabime gjithandej.
Me që folëm për energjit, çfarë energji do dha emisioni Vibe? Shumë vibe i lartë, Të pëlqeu? patjetër. Do të kemi kënaqësinë që do të kemi sërish në studio. E vlerësoj. Dhe pse jo me ndonjë nxënës, praktikant të jogës, Pse dhe me jo? ty si trajner. Po, patjetër. Të falenderoj shumë dhe Edhe ishte unë. kënaqësi. Kënaqësia ime që t'ja ke mundësi të përcjell një mesazh të mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.